6 arsyet kritike përse nuk po ecën përpara në jetë. Arsyeja e 6 do ju trondis. 1. Sepse po pret momentin perfekt që s'do të vijë kurrë. Perfeksioni është një iluzion. Shumë njerëz mbeten të ngrirë në vend sepse mendojnë se duhet të kenë gjithçka gati, planin perfekt, kushtet ideale, motivimin maksimal. Por e vërteta është kjo, nuk ekziston momenti perfekt. Ai krijohet nëpërmjet veprimit. Mos prit të ndihesh gati. Vepro edhe kur nuk je gati. Aty nis rritja jote. 2. Sepse po kërkon miratimin e të tjerëve para se të ecësh. Nëse jeta jote varet nga mendimet e të tjerëve, atëherë nuk po jeton për veten. Po shkon drejt destinacionit të tyre, jo tëndin. Shumë njerëz nuk ecin përpara sepse kanë frikë të zhgënjejnë familjen, shoqërinë apo ndokën tjetër. Por jeta është vetëm një dhe është e jotja. Lëre të tjerët të flasin. Ti vazhdo ec. 3. Sepse je i lidhur me zakonet të vjetra që të mbajnë prapa, ti nuk mund të ndërtosh një të ardhme të re me zakonet që të kanë sjellë këtu. Netflix çdo natë, scroll pa fund, shoqëri toksike, biseda boshe, këto janë zinxhiret e padukshëm që të mbajnë në vend. Nëse do të ecësh përpara, ndrysho rutinën. Disiplina është çelësi i suksesit të padukshëm. 4. Sepse frika e dështimit të kontrollon më shumë se dëshira për sukses, shumë e duan suksesin. Por pak janë gati të përballen me dështimin. Ironia është se dështimi është pjesë e rrugës. Të gjitha ata që sot admirohen, kanë dështuar 10 herë. Dallimi është se ata nuk e morën si fund, por si mësim. Frika është normale. Por mos lejo që ajo të bëhet burgu yt. 5. Sepse po krahasohesh me të tjerët në vend që të fokusohesh tek vetja. Instagrami, TikToku, rrjetet sociale të krijojnë ndjesinë se të gjithë po ecin përpara. Përveç teje. Por kjo është gënjeshtër. Ti nuk sheh betejat e tyre të brendshme, vetëm fasadën. Çdo krahasim është padrejtësi ndaj vetes. Fokusoju përparimit tënd. Çdo ditë bëhu pak më i mirë se dje. 6. Sepse ende nuk e ke marrë jetën seriozisht, më e dhimbshmja nga të gjitha, ndoshta ti nuk e ke marrë ende seriozisht jetën tënde. Ende po rrihesh me justifikime, me arsyetime, me nesër do nisem, tani nuk është koha, s'jam gati. Por çdo ditë që kalon në pritje është një ditë më pak që ke për të jetuar. Dhe ajo nuk kthehet më. Ti mund të duash suksesin, mund të imagjinosh një jetë më të mirë, por nëse çdo mëngjes zgjohesh pa asnjë plan, pa qëllim, pa përkushtim, je thjesht duke ëndërruar, jo duke jetuar. Dhe ëndrat pa veprim kthehen në zhgënjime të dhimbshme. A e di pse nuk po ecën përpara? Sepse jeta për ty është ende një lojë, jo një mision. Po e merr lehtë, duke menduar se ke kohë. Por koha është më e paipura nga të gjithë armiqt, ajo nuk të pyet, nuk të pret, nuk të jep të dytën shans kur e shpërdoron të parin. Ti do të kuptosh rëndësinë e disiplinës, përkushtimit dhe vetëpërgjegjësisë atë ditë kur të kuptosh se askush tjetër nuk është përgjegjës për mënyrën si ndihesh dhe ku ndodhesh. As prindërit, as rrethanat, as fati. Vetëm ti. Nëse do një jetë më të mirë, duhet të bëhesh personi që mund ta mbajë një jetë të tillë. Duhet të heqësh dorë nga argëtimet e përkohshme për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme. Duhet të luftosh kundër dembelizmit, përtatësisë, vetëdyshimit dhe kënaqësisë së momentit. Serioziteti nuk do të thotë të mos buzëqeshësh më. Do të thotë të marrësh përgjegjësi për jetën tënde. Do të thotë të zgjedhësh çdo ditë të bësh atë që duhet, jo atë që të josh. Duhet të bësh pyetjen më të rëndësishme: apo jetoj ditët e mia me qëllim? Apo po I kaloj si të vinë, duke shpresuar që diçka e mirë do më ndodh pa e kërkuar vetë? Nëse do një jetë që ja vlen, duhet të jesh gati të bësh gjëra që shumica nuk janë të gatshëm t'i bëjnë. Të sakrifikosh rehatin për rritje. Të zgjohesh herët. Të punosh kur të tjerët pushojnë. Të lexosh kur të tjerët zbaviten. Të ndërtosh kur të tjerët shkatërrojnë. Të qetësohesh kur të tjerët shpërthejnë. Kjo është rruga e atyre që marrin jetën seriozisht. Mos harro, koha nuk ka mëshirë.
Çdo ditë që nuk vepron, ajo të merr diçka. Dhe kur të kuptosh çfarë ka marrë, mund të jetë shumë vonë, fjalët e fundit, tani është momenti. Mos e humb më, nëse po e lexon këtë tekst dhe e ndjen që diçka nuk shkon me jetën tënde. Mos e injoro atë ndjesi. Ajo është zëri i brendshëm që të thotë, bëj diçka tani, përpara se të jetë vonë, nuk ke më kohë për ta shtyrë për më vonë. Nuk ke më luksin të sillesh sikur gjithçka do të rregullohet vetë. Jeta nuk i shpërblen ata që presin, i shpërblen ata që veprojnë, ti ke gjithçka që të duhet për të nisur sot. Nuk të mungon asgjë, përveç vendimit për të mos u dorëzuar më. Merr kontrollin mbi jetën tënde. Ndrysho zakonet. Puno mbi veten. Mos prit më miratim. Mos krahaso më veten me të tjerët. Vepro. Gabohu. Mëso. Qohu. Provo prap, sepse përderisa je gjallë, mund të fitosh, dhe kur të kthesh kokën pas një viti, do shohësh veten dhe do thuash, faleminderit që nuk u dorëzova.